Flasim në vazhdim për zgjedhjet, konkretisht për rrethin e dytë zgjedhor. Është koha e intervistës së ditës. Me mua në studio është kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, zotëri Mendo Thaçi. Zotëri Thaçi, mirëmbrëma dhe mirëserët në Alsat. Faleminderit që më keni ftuar. Zotëri Thaçi, si vlerësoni rezultatin e rrethit të parë të zgjedhjeve lokale dhe a prisnit këtë rezultat në fakt dhe a është kjo arsye pse nuk morët pjesë në rrethin e parë? Po, fjalia e fundit është saktë, unë e prisna këtë rezultat dhe kjo është arsye kryesore që shpjegon mos mjesparjen tonë në zgjedhje. Janë listë të shpejtë dhe të shkurtë. Raundi i parë i zgjedhjeve lokale, definitivisht zotën Ahmeti dhe BDI-n i çoi drejt një kapitullimi të merituar politik. Mendoj se me ta kapitulli i mashtrimit historik që u bë shqiptarët të Maqedonisë për vitin 2001, se kanë ardhur të drejtat dhe shqiptarët janë të barabartë në Maqedoni, rrëmullaksohet me këtë humbje të madhe. Si nën bë apo nën shpjegim, do të me plot përgjegjësi se kjo nuk është si rezultati votave të Maqedonësve, apo rezultati asaj që VMRO DPMNE ka mbështet kundërshtarët e zotit Ahmetit dhe të BDI-s, po kjo është si rezultati votës së shqiptarëve të cilët definitivisht e ndëshkuan këtë politikë. E dyta, unë ndëshkuan të njëjtën kohë dhe grupe dhe individ si Zjadini dhe Travari, të cilët parashësit e tyre plot të tillë janë ndëshkuar, këta e patën pak më gjatë, të cilët në një emër të një ideali shumë të rëndësishëm për antarë dhe simpatizantët e PDSH-s, siç është programi dhe platforma e PDSH-s, në emër të reformës së rrejshme, shpesh arrishin që të përfitonin një numër të votuesish dhe më pastaj përfundonin o në pushtet, o me zotin Ahmeti, e kështu me radhë. Dhe e treta, është një argument që ndoshta shumica e njerëzve që nuk janë profesionalisht të angazhuar në zgjedhjet. Mendoj se ka ndodhur një gjë e mirë. Votuesit Maqedonas që jetojnë në zonat e përzierë me shqiptarët, definitivisht nuk e ndëgjuan fjalorin ndihmës, në thellësi apo kërcënues të BDI-s ndaj formacioneve politike shqiptare, sidomos ndaj Vlenit, cili është pjesë e pushtetit, se nëse ju nuk i përshtateni politikës time, apo politikës së VMRO-s apo të Mickovskit, do të ndeshkoni keq ka Maqedonasit. Shumë pak Maqedonas kanë votuar për kandidatë shqiptar, qofshin ata të Vlenit apo të BDI-s. Sipas analizave të mia, ajo pak se ka kaluar as 4%, as 5%. Kështu që mendoj se me të zgjedhje është përmbush kushti kryesor që Maqedonasit, qofshin pozitë apo pozitë, heqin dorë në ndërhyrjen e organizimit politik shqiptarëve, dhe kushtin e dytë se temat etnike duhet të trajtohen me seriozitet, jo me fjalor kërcënues, me fjalor të atij që është më i fortë, në këtë rast e kam fjalën për Maqedonasin. Summa summarum, këto zgjedhje folën hapur se gjendja e shqiptarëve në sistem në Maqedoni ende nuk është rregulluar, po për qenë korrekt. Folën edhe hapur se shqiptarët e Maqedonasit si popull nuk kanë as telashe të mëdha sa u përhapin leadershipi Maqedonas, sidomos leadershipi Maqedonas, i cili fatkeqësisht do 3 decenje ka marrë vota me këtë politikë. Do të flasim edhe për atë temë. Do të thotë që PDSH në zgjedhjet e fundit parlamentare ishte pjesë e frontit evropian, i cili më nuk ekziston, është shpërbë si front, u larguat vetë nga fronti, apo ju largoi Ali Ahmeti, si u ndat me Ahmetin? Me parë duhet të jem korrekt të përgjigjem pse u bërra në pjesë e frontit. Arsyeja kryesore ka qenë që ta parandaloja, apo mundësisht ta luftoj këtë ndërhyrje të forcave politike maqedone të organizimit politik i shqiptarëve. Jo vetëm VMRO-s, por edhe të tjerë. Dhe kjo ndalesë apo kjo pengesë ndërhyrjes së maqedonëve dhe shqiptarët ka arsjetimin e vërtet politik se shqiptarët janë popull shumë i madh në Maqedoni dhe duhet të kenë organizimin e tyre politik dhe nuk duhet tentuar nga ana e maqedonasve që të mashtrohen me grupacione të ndryshme, por duhet bërë marrëveshje politik. Arsyeja e dytë që unë jam larguar prej frontit ka qenë negociatat që janë zhvilluar mes frontit edhe VMRO dhe DPMNE-s. Për të hyrë në qeveri? Po. Ju keni qenë pjesë aty në negociatave? Kryesor. Negociatori kryesor. Kryenegociatori. I dërguar i Ahmetit? Edhe i gjithë frontit, sigurisht, edhe i mandatuar episodeve, dhe kjo ka qenë... Cilat ishin kërkesat e frontit apo ndaj VMRO-s?
Me çfarë oferte shkuat tek vëmëroja? Ka qenë koha më e keqe e karrierës time, që janë ndje më keqe. Pse? Për shkak se vëreshani në shrim të plot, të BDI-s një frikë të madhe, ta që dhe panikë se do të kalojnë në opozit, dhe jam mundu maksimalisht dhe mendoj se ja dola me sukses, që ta parandaloj një vazalitet të BDI-s ndaj vëmërose, jo një korekcion. Aty ishte krisja e parë mes juve dhe Ahmetit? Jo, krisja e parë formale ka qenë kur ata definitivisht vendosën të kenë një konstruktivitet të pasfigueshëm për mua në raport me qeverinë dhe me vëmëror. Fjalën e kam kryesisht me ligjin i cili shtyri zgjedhjet lokale në Gostivara dhe në Saraj, dhe më pastaj me mënyra të bërit opozit. Preferenca ime ishte që ne të bërim opozit, për shkak se dukeshte e pamundur, ndoshta dhe jo korrekte politike ta binin bashkinë ndërkombëtare, se ne vërtet jemi opozitse. Një parti si BDI-a që ka qenë 20 vjet në pushtet, gjithë kur piskat thunë që e ke pse si në pushtet, dhe më pastaj nuk arritën të merremi vesh me zotin Ahmeti për mënyrën e të bërit opozit. Jemi ndarë në mënyrë shumë korekte, po më pastaj kemi pas edhe me insistimin e tij bisedime për mundësi të koalicionit të ri. Këtu ka qenë momenti edhe një fjali, se nuk më do asgjasë, momenti kyç, unë i kam thonë zotit Ahmeti, i them edhe sot që ai me marrjen e Taravarit në koalicion, i kam mbyll dyert me hekur, në çelik. Ju qëndruat në front kur aty ishte edhe Sela, po kur erdhin në front edhe Taravari, atëherë u larguat. Jo, kjo ishte diçka tjetër. Ti merr në koalicion një person, i cili është përgjegjësi kryesor për krijimin e kësaj qeverie, siç është vërtetë, kanë qenë njerëzit më të afërt me Shkoskë edhe nuk mund njerëzve, nuk mund shqiptarëve të ashesish ushqimin për san apo për bar. Unë disha se kjo është gabimi fatal dhe normalisht nuk isha i gatshëm që të vazhdoj me të tje. Kryesisht to kanë qenë arsyet, ndërsa qëllimi ku janë fut ka qenë me parandalu këtë. Po kjo e parandalu populli ma mirë se unë. Ju e keni ditur se ku po shkoni në frontin evropian. Për 20 vite e keni sulmuar atë politikë të Ahmetit. Do thot me vedije keni hyrë në atë front, duke i njohur ata njerëz atë politikë të BDI-s që kanë. Nëse kërkoni ju që të them se unë ka qenë gabim, po them, 50% ka qenë gabim. Po ju duhet të më jepni drejtën që unë t'i përmirësoj gabimet e mia. Kjo është e parë. 50% për cilin flasun, qëllimi im ka qenë aty që të futet, që të parandaloj një fjalor kërcënues për forcat politike një partije të fuqishme siç është Vëmëroja sot. Dhe sot Vëmëroja, pas rondit parë, kërcënimin e ka të kotë, për shkak se gjërat janë zbulu. Leci se ndëgjun Maqedon që të votojnë për shqiptar, po edhe ndikimi i tyre nuk ekziston gjatë zgjedhjeve. Zgjedhjet lokale, se është kriju propaganda zotit Ahmeti dhe grupacion ka kriju një bindje se këtu Vleni ka fitu me ndihmën e Vëmëros me plot përgjegjësi, u them, s'është e vërtetë. Vëmëroja shumë pak ka ndikuar te Maqedon, edhe ajo shumë pak ka qenë, mos më zëni për fjalë numrash, po disproporcionin, nështë 52% kanë votu për Vlenin e 48% për... Pra janë ndarë votat e Vëmëros, disa për BDI. Edhe shumë pak votë. Që nuk kanë ndikuar në rezultat. Jo. Se tha që me dalin tuaj nga fronti, u formu një, si që quajnë ata, beslidje AKI, aty mbetën 2 ish PDSH-istët, Arben Taravari dhe Zjadin Sela. Po unë mendoj se... Për hir të vërtetës, edhe pse në opinion u përhap si beslidje, si bashkëpunim, si bashkimi shqiptarëve, në asnjë tubim, asnjë ngjarje, asnjëherë nuk janë parë bashkë Zjadin Sela dhe Arben Taravari. Unë mendoj se tashmë janë të dy të parancishëm, që bëhet kjo temë. Me rëndësi është, besoj pjesë analizës, si ju po insistoni, është se Alia gjithmonë kur ka pas rrezik që të humbë pushtetin ka shku drejt stroflës së patriotizmit. Kjo fjala beslidje, kombëtare. Ndërsa gjithnjë kur ka qenë me pushtet të sigurt, ai ka folë për tema të gjelbrimit, ekologjisë e kështu me radhë. E thash në fillim të intervistës, unë dëshku këto zgjedhje katërcifrisht. Politika e zotit Ahmeti. Me këtë, ku mbeti legitimiteti tash? Kush ka legitimitet tek shqiptarët? Po nuk është, po ti hymë asaj... Për shkak se është tema aktuale. Pa diskutim Vleni e ka, se të kanë fitu, biç. Nuk mund të merrim broshkullat e zotit Ahmeti. Vleni ka fitu të gjitha 90% të qytetet kryesore
rezultati është të të 4-0, 5-0, më falni, Shkup në duket është 4-0. Nuk mund të vleni me Plasnicën, të cilët janë njerëz shumë të nderuar, në musliman, se do në folës se ti quj se ka fitu, apo në komunën e Strugës, se pas ka e përsi të shqiptarët, që së është e vërtet, në 5 fshatra të mëdhaja, të njerëzit nderuar, që janë musliman dhe nuk flasin gjuhën shqipe, ai ka e përsi të dukshme në raport me linë. Kandidati i Jakis. Po sigurisht, nuk është absolutisht kjo e diskutueshme. Dhe të përmendet Çashka, se është një fitore, është se këtu ka pas një marrëveshje korrekte mes të dy palëve që të ketë një kandidat. Kjo nuk diskutohet as pak, ata kanë fituar vetëm likor se s'ka pas kush i mund. Nuk ka qenë kandidati i qelluar, nuk ka qenë formacioni i konsoliduar i vlenit. Nuk mund të flasim për legjitimitet, do të kremi. Ne që ka viti 2006, legjitimiteti i BDI-s është i diskutueshëm shumë. Unë di për shkak se e di fjalorin e vlenit si argument që përdorte se fronti ka, Turqi ka. Po unë jam haru, po me qëtë dhe vërtetet e mija nuk harohen. BDI-a, kur ka konkuru kundrejt PTSH, ka pas kandidat Maqedon në për lista. Në lista për deputet. Po. Kjo është një diçka tërësisht e kaluar. Dhe po them me sinceritetin ma të skajshëm, se nga përvoja them, nëse ne i kemi pranu këto regullat lojës, të do respektohen, kush mbrin të 6-1. Insistimi i PDSH në të ardhmen do tjetë që këto regullat të lojës të ndryshojnë në kuadrë të një mundësie që shqiptarët, jo me nda, me shkatëru Maqedoninë më cëftu, po shqiptarët në përmjet të shumicës tyre, në vullnetit politik të zgjidhen në udhëheqjet e tyre. I thonë që jeni gjatë në politikë. Së fundi keni bashkëpunuar pak me Ahmetin, si ju duket fjalori i Ali Ahmetit në këtë fushat zgjedhore? Shumë njerëz e krahasojnë, ka shumë njerëz që kanë mendim kritik ndaj meje, me plot të drejtë, e krahasojnë me fjalorin tim. Unë isha lutë që një dallim të bëjnë. Ndoshta në karrierën time ka pas fjalë të pamatura, ndoshta edhe ofendime, po unë gjithmonë kam shkuar në kundërshtar politik, në individ, në konkurrent. Fjalori i Zotit Ahmeti, nga një gjendje e atak panikës politike se përfundimisht përfundon karriera, ka shku me ofendim në masë. Më thonë, kjo të regon të se edhe ai vetë ishte i vetëdijshëm se këtë herë do të legjitimohet dhe këtë herë, si që ai edhe vetë e kërkoi. Referendumi do të legjitimohet humbja definitivisht e tij. Nuk i ka hije arroganca e tillë Zotit Ahmeti, arroganca në politikë u ka hije djemve të ri, i ka hije opozitës të vërtet, edhe opozitës e cila nuk është e përlyme me pushtet. Zoti Ahmeti dhe BDI-a janë ish pushteti, dhe duhet kalojnë vite, shumë ujë në përgur që të pastrohet ujë dhe më pastaj të jenë një parti normale opozitare. Dhe thash që në disa paraqitje tuaja keni arsyetuar mos pjesëmarrjen në zgjedhje dhe pak më herët të thash se do të kërkoni diçka të re pas zgjedhjeve. Çka synoni konkretisht me këtë refuzim? Unë mendoj se sonte edhe nuk do të kemi mundësi, po unë sonte vetëm duhet të liftoj goditjet që i jepen kësaj. Tash një pjesë e madhe e këtyre konkurrentëve politik ankohen për ditë të zyrët e diplomatëve, po edhe të zyrët e kryeministit se ne kemi plan për të nda Maqedoninë, për të bërë federata, konfederata e kështu me radhë. Unë po them sonte, gjithmonë ta kemi parasysh, se ne do të kërkojmë akte të tilla normative brenda ligjit dhe brenda kushtetutës, të cilat do ta garantojnë pavarësinë e plot politike të organizimit politik të shqiptarëve dhe zgjedhja brenda shqiptarëve do të jetë e garantuar se e bëjnë shqiptarët, jo të vinë të tjerë dhe të zgjedhin brenda shqiptarëve. Do të thashë jeni në politikë, ishit në qeveri, keni qenë gjatë në opozitë, pse presim kaq vite për këto që thoni tani? Kaluan 24 vite nga marrëveshja e Ohrit. Keni plotësisht të drejtë. Tash kthehemi prapë të çështjet të cilat duhet i kërkojmë në tavolinë të drejta. Patjetër se na mashtoi Aliu. Ju keni të drejtë, unë e di se njerëzit jetë gjatësinë politike e matin me pushtet. Nuk duni distinksion të bëj këtu. Jetë gjatësia politike e imja është 80% opozitar. Dhe kur të kihet parasysh një aksidenti madh kombëtar që na ndodhi në 2001 me Zotin Ahmeti, betejën kryesore për mbrojtjen e opozitës shqiptare e ka luajtur PDSH-ja dhe unë në vitet 2002, 3, 4, 5, 6, 7,
BDI ka qenë një pushtet shumë i dhunshëm. Një pushtet i cili përdorte edhe dhunë, dhe shtypje, dhe vjetke vota me zerë. Po i përkujtoj vetëm vonë, vitin 2013, ne kemi fitu në komunën Ljukovës, për kryetar komune, ata ne ndrun votat në sekundat e fundit. Kështu që kjo betejë opozitare mendoj se ka dhënë fryt. Humbja e Zotit Ahmeti nuk është ajo që me ndu tha që për PDSH-ja krenohen, për ne kemi dhënë një kontribut të pashmangshëm historik për ta qjerë maskën e kësaj. Nëse besoj nuk na premton koha ndërhyrja e Macedonëve, ndërhyrja e forcave politike macedone për ta kultivu Zotin Ahmeti si faktor të pashmangshëm të shqiptarët, mendoj se me këto zgjedhje mori fund. Dhe kjo është një sukses. Nuk është sukses i madh, por është... Ne kemi edhe një rand të dytë zgjedhor. Si e shihni? Ka marrë fund. Randi i dytë do të jetë edhe më fatal për BDI-n. Këtë them që njerëzit normal, qytetar, normal si ne, që mos të kenë dëshpërim. Janë në garë në disa komuna këja? Po, janë në garë, për nuk kanë shansa teorike, absolutisht. Jo për shkak të vëmëros, po për shkak të asaj se u bë ky presedant pozitiv, historik, BDI-ja humbi sa është e gjatë zona ku jetojnë shqiptarë të Maqenisë, aq edhe e gjerë, ata kanë humbë në mënyrë bindës. Dhe unë e di nga përvoja se njerëzit në randën e dytë, kur të humbë partia, gjysmat tut nuk janë aty. Nuk është se Vleni do të ketë një forcë apo një rritje shumë të madhe, po BDI-ja do të ketë një shkapërterdhje. Zyrtashi, ishit të saktë në parashikimit e juaja para zgjedhjeve. Çfarë parashikni pas këtyre zgjedhjeve? Do të ketë zgjedhje parlamentare? Nuk besoj, nuk e di. Unë parashoj një komplikim të raporteve mes organizimit Vlenit dhe vëmëros në qeverisje, për shkak se fjallori i fundit që përdoret nga kryeministri Zoti Mickoski është një fjallori pakënaqësisë së tij personale dhe vëmëros, për shkak se një kohë gjatë kishte një krekosje se ata do të vendosin se kush fiton. Tash Vleni fitoi dhe Vleni nuk do të ketë as pak atë kompleks. Unë pres një zhvillime të rëndësishme brenda kompit qeveritar në raportin e përforcimit të pozicioneve të shqiptarëve, që sigurisht nuk dyshoj se do të jenë ata që duhet të jenë. Dhe dyta, që në ditë mbrëmjen e randit dytë një shkapërderdhje të Aleancës Kombëtare për Integrim, besoj edhe një tërheqje të Zotit Ahmeti, për shkak se nuk ka asnjë mundësi që nëpërmjet tij të ringritet struktura e BDI-s. Dhe pse? Si shqiptar që më intereson organizimi politik, do të isha interesuar që BDI-ja si formacion, si grup politik, përveç udhëheqësisë tyre të ngelin në skenë, dhe e fundit PDSH-ja mendoj që më njëherë pas zgjedhjeve do ta shpalosin në mënyrë të saktë edhe programin dhe platformën, po edhe ekipin tonë, se duket është krijuar ndoshta një pamje jo e drejtë se PDSH-ja është një njeri apo një deputet apo kryetari i partisë. Unë qëllimisht nuk kam lënë njerëz të tjerë të implikohen në këtë kohë të kacafytjeve për t'i rrujt, që më njerë pas rondit dytë dalin skenë dhe njerëzit shqiptarë të Maqenisë kuptojnë se kemi një ekip i cili është i përgatitur edhe politikisht edhe profesionalisht. Nga dal, bërjen e opozitës dhe nga dal, ardhja deri te fitoria e vullnet, apo fitimi i vullnetit politik shqiptarëve të Maqenisë. Apo e nxjerrni në sipërfaqe marrëveshjen e 2010-s, të cilën e keni publikuar si parti politike? Po, sigurisht, po unë e vëreni, ju sonte jam shumë i kujdesshëm se nuk duhet kjo të kuptohet si pjesë e propagandës. Kur do të kemi kohë më shumë, ju do të keni edhe njerëz të PDSH-s që pikë për pike do të sqarojnë ato pika të programeve të platformës. Sonte po mundohem vetëm të them se janë dashatkëqit shqiptarëve ata që flasin për PDSH-n se do ta prishë Maqedoninë, do ta ndojë. Nuk është kjo ideja, ne duam Maqedonia të ekzistojë, shqiptarët të kenë një akses të njëjtë në kushtetutë dhe në ligj si maqedonasit dhe të përshpejtohet procesi integrues. Si e shihni Vlenin pas zgjedhjeve, për shkak se bëhet fjalë për disa subjekte politike, do të bëhet një subjekt, do të forcohet si subjekt në qeveri, do të
duke marrë parasysh edhe numrat që i kanë në komuna tani? Nuk është shumë ndoshta falenderuese, po unë po e them atë që e mendoj, nuk do të thotë se do të zhvillohet ashtu. Unë e fola për pozicionimin e Vlenit që besoj se do të jetë më i fuqishëm brenda qeverisë për shkak të këtij rezultati pozitiv, ndërsa sa i përket raporteve të mbrëmshme mendoj se vetë vota flet, ata i din punë më mirë se ne, që jemi jashtë Vlenit. Ata i din më mirë se ne punën se kush është më i fuqishëm. Për të ardhmen e tyre efektive, do dyshme të jenë një formacion politik, po është punë e tyre. Vetëm e dash si analizë time. Zotaqe, faleminderit shumë për kohën Faleminderit ju. që ndati jeni pjesë në lajmet e